në kryetari i Kuvendit të Kosovës. Në vazhdimsi ka hinë zgjedhje dhe ka kërku votë që me zvoglu rolin e listës srpska dhe në këtë mënyrë pra edhe kjo besoj që do të duhej të ndjekej nga lëvizja vendose sepse është pjesë e natyrës saj. Tash mënyra se si do të shkoj kjo interpretimi i vendimit të gjykatës kushtetuese me gjas e ka ndonë në menën vetëvendosja, por nuk është edhe e papritshme për neve në vend, për shkak që 4-5 herë çdo vit për shpallës pavarësisë të Kosovës dikon është shkel kushtetuta. Dhe kjo është fillimi i vitit dhe ndoshta do të fillojmë me shkeljen e parë të kushtetutës dhe në këtë kuptim pastaj efektet se cilat do të jenë nga kjo shkelje, efektet politike është pothuajse e pamundshme. Nëse shohim nga aspekti real i mundësive është e vërtetë që në demokraci me ja imponu votën qysh është në këtë rast, dikujt është shumë vështirë, por ne e dimë që këtë kushtetutë kemi kompromis dhe mos me kurrëzu në këtë mënyrë, pra është e pamundshme ndonjëherë deputet shqiptar që jep votën për një nënkryetar serb, aq më shumë nga një natyrë siç është lista srpska. Pra nëse nuk ka kushte për të mi detyru deputetët një mënyrë për me dhënë votën pro, atëherë nuk ka qenë kjo rasti kjo pjesë e kushtetutës, pra ata e kanë menduar ata hartuesit e kushtetutës se planit atisaj të gjithçka tjetër që mund të vjen situata sot ku jemi. Dhe në këtë mënyrë janë mundu me zvoglu mundësinë që shqiptarët, pra shumica shqiptare, t'ja imponoj ose mos t'ja votoj fare në kryetarin e komunitetit serb. Prandaj këtu duhet me u kuptu qartë që bëhet për një imponim kompromis pra në 2008 për me fitu pavarësinë dhe në këtë mënyrë është e pamundshme me zvoglu listën srpska. Ana tjetër është edhe çështje morale tash edhe kauzë politike lëvizjes vendosje ka qenë pothuajse e njëjtë dhe për mendimin tim ose nëse mund befason VV-ja nëse voton. Se nëse nuk e voton, e kam thënë edhe prej ditës parë që nuk do ta votoj, nuk e voton sepse ato vota që i ka marrë qysh i përgjigjet elektoratit saj. Pa deri dje është ngrit zani kundër listës srpska si parti me elemente terroriste dhe ana tjetër tash edhe së fundi e kemi